Mirëmëngjesi, ja ku takohemi sërish me Reze Diellin, është fillimi i javës, është dita e parë e javës, kemi marrë energjitë e duhura për të gatuar dhe për të qenë pra jush do ditë nga ora 9 deri në orën 11. Sot, si çdo të hënë, kemi patjetër dhe rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti, ku do të flitet për ne nuk e kemi këtu hithrën, se kemi gatuar në ditët në vazhdim, do t'i gatuajmë përsëri disa receta që të tranaja me hithra, që të byreku, të çaj me hithra, që bëm supa me hithra, por e kemi përdorur në kulinari në kuzhinën tonë dhe e kemi shijuar. Në Bima dhe Shëndeti do të zbulojmë pse kjo hithra që djek dhe pse djek rreth të parë dhe çfarë vlerash ka ajo për shëndetin tonë, duke kombinuar dhe me bimë dhe çajra të tjerë në gjendje të caktuara shëndetësore. Si mbretëresha e bimëve, dhe jo se ja vë unë emrin, ja ka vënë vetë shkenca, ka shumë studime, pse i quajnë hithrën në maj të gjitha bimëve të tjera. Klasifikimin e parë. Si ne. Ti çfarë do na gatuar sot? Unë do gatuaj disa kërpudha të mbushura. Super. Proteina, normalisht vetëm bishtaja, do dalim dhe çik për te bishtajave, sepse kemi nevojë edhe për kërpudhat. Dhe nuk është kërpudha gatimi tanishëm, apo një gatim që ka hyrë tani për shembull mbas erës së re, jo, ka qenë gjithmonë. Historikisht dhe normalisht ka qenë gjithmonë një dilemë njerëzit që nuk njihnin kërpudhat nga kërpudhat helmuese. Unë në fakt kam takuar një zonjë para ca javësh, e cila kishte mbledhur kërpudha në një zonë të caktuar, të Gramshit, dhe ajo e kishte të përvitshme këtë mbledhje. Vinte ky sezoni dhe i dallonte, i vendoste në vëngrirje pastaj frigorifer dhe i gatuante, i nifte. Pra, ka njerëz që njohin kërpudhën jo helmuese nga ajo tjetra, nga lloji tjetër që në fakt është pak e guximshme, për këdo që shkon në natyrë dhe mbledh kërpudha, duhet ta njohësh shumë mirë dhe duhet të dish se çfarë të mbledhësh. Gjithsesi ne i kemi bler, nuk i kemi gjetur në natyrë, duke qenë se nuk kemi të zonjat për të zgjedhur dhe për të pikasur kërpudhat që janë të ngrënshme. Unë paktën personalisht nuk i dalloj dot. Dhe kam frikë që t'i zgjedh. Por më bëri përshtypje zonja, se kishte vite që i pëlqente shumë të i mblidhte vetë kërpudhat. Sidomos në ditët e lagështa. Dhe për mbledhjen e këtyre kërpudhave, sidomos të tartufit, se tartufi është vetë një kërpudhë, duhet të kesh disa zagar që janë tamam për këtë punë. Që nuhasin mirë? Që ka një nuhatje tepër të veçantë. Dhe jo më kot, më duket se atëre ka dalë, o do marrë çiftin e do dalë për gjak, jaman shoko, more jaman, e qifteja. Në ditët e sotme ka tjetër kuptim, gjithsesi e pranojmë të zagarit të gjejë kërpudhat përveç gjahut. Nuk e di, duhet të jetë do një lloj veçantë. Ma pa është e hënë, e kupton që jam aq e shplodhur nga e djela, sa që më mungon me akumulimi i energjisë. Tani ti po i pastron, po a heq fletëzat? Unë po i pastroj. Do kemi një kujdes që asnjëherë kërpudhën nuk e marrim dhe e lajm asnjëherë. Sepse aty është direkt që është qëllimi i mykut. I lëm të tilla dhe kur ne duam t'i përdorim, heqim lëkurën, sidomos tek mbushja, dhe pastrojmë zonën që është e gjitha e mbuluar me nuk kujtove diçka tjetër për orën. Me ato fletëzat që ka kërpudha. Që ka si për zamonik. Po, si petëzat të holla. Në doni ta dini ju. A i sa më nga shumë kjo për para, edhe mos e shikoni kështë të urtë, nuk është kështu, ja. Dalu pastaj. Atere pastrojt e gjithë zonë. Po një shkrep se duhet, tani, jo të dyja. Vazhdoj unë në këtë pjesë. Kjo nuk ishte lidhje me orën, no? Që ma le këtë pjesën. Atere, po i pastrojnë fletëzat, sepse na duhet edhe kjo përmbushjen, por edhe krijohet një vend më i madh për këtë. Atere, këtu kam mishin e grirë. Tu kam bishtat e kërpudhave, se ku do t'i çoj? Marrë një qep. Që në këtë mënyrë tregojmë edhe... Ja, edhe direkt të produktet. Produktet, përbërësit e recetës së kërpudhave të mbushura. Tek qepa, do të shtoj edhe hudhrën. Ka shumë lloje kërpudhash. Edhe hudhrën. Një mbyllje. Dale. Bëj
të gjitha i shtoj në masën e mishit të grirë që unë kam. Për një tepsi, për një tavë më të madhe, juve ju duhet ndiku të 23 kërpudha, normalisht. I ke numëruar mi? Dhe, po, edhe ju duhet diku të 700 gram mish i grirë. Mua nuk më duhet një gjë e tillë, por më duhet të kem masën e kripës, normalisht e tentojmë me pak dhe më pas piper, rigon, kumin. Kjo më duhet e gjitha. Më duhet kumini, speci... sipas një studimi të fundit, kumini, sipas një studimi të fundit ishte erza që mban top listë, meqense e kemi nisur kështu me renditje. Ja kalonte edhe turmerikut, madje edhe gingerit. Një nga produktet që ne kemi folur vazhdimisht, që është shumë i mirë për inflamacionet e trupit e merat dhe merat, ndërsa kumini, studimi fundit e ka renditur të parin, për të gjitha vlerat, dhe që si du të flasim një moment tjetër se përse është në vend të parë. Ndaj, ku e përdorim ndryshë? Në gatim është gjëja parë që ne mund t'i zëmë vend për të marrë gjitha këto vlera. Ishte kumini, nëse bëjmë këto renditjen e top listës së erzave, si pas elementve që përmbajnë dhe fuqis që kam për të luftuar gjendje të caktuara, sëmundje të caktuara në organizëm. Edhe kërpudhat luftojnë, ka disa kërpudhat cilat janë kundër depresionit. Shitake, rejshi, që janë dhe në gjendje të thatë, që përdoren ashtu si që janë ose në formën e çajit, që janë të fletë të tholla, që edhe përdoren jo vetëm në gatim, por edhe në luftim dhe kombinim me produkte të tjera. Kështu që prandaj themin e ushqimi është ilaç. Sepse prej ushqimit marrim këto vlera element të cilët na ndihmojnë për situata, jo vetëm të ushqejmë trupin, por edhe ta shërojmë atë. Pra, shiko, ka zënë brumin. Pra, siç e thash, më duhen kërpudhat. E para gjë, më duhet qepa, më duhet hudhra, mishi i grirë, kripa, piperi, rigoni, kumin, piper i kuq. Normalisht në shtojcat, unë vendos. Të duhet kjo mbushja se të mora këtë janësh? Jo, nuk më duhet. Më duhet salsa edhe një domate. Mund keni dhe domate qeri, ose domatina, ose domate qërshi, si të doni ju. Në shtojcat që mua më pëlqenë vërtet të bëj, unë kam pak kanel, karajfil edhe piperin, kokër. Unë e thash të bluar, ju e keni kokër. Marë... Ua, po që më ke bërë kështu, njëra ishte thyërë. Mora tha ca vezë dhe me qëlluana shumë të thyëra me qëlluan. Ska që, nuk ka problem. E të mbushja e vendosim atë pjesën, se nuk na umbet. Jo, se nuk do të avem atje, tashi, atë gabimin tatë ma e vetë. A këto që do t'i bësh këto? Fletëzat. Ato nuk i dua. Nuk i do fare? Ato do t'i thaj. Okej, shumë. Atëherë. I përdorim si pluhur. Po. Vendos masën e qofteve. Se nuk t'i nëzë të gjitha tavat, e kjo të psi o t'i bësh. Një dy do t'i heqesh dhe vetë. Pa tjetër. Pa tjetër. Pra mbushja? Bledh. E pa që unë nuk kam shtuar vezë. As vezë, as bukë, sepse kam pjesën e kërpudhave, bishën e kërpudhave që kam vendosur brënda. Ja, dhe këtë këtu, më po të lumë shënduar të gjë. E disë është puna, dikur të vjetëri thoshin, të më gjitha falin gomarin, për të shosh edhe nga dhëmbët. Tjetër edhe të bëmë punë edhe, hajde. Ja të shofim dhe njerë atë çka përmban lista e përbërësve të kërpudhave të mbushura, janë pa fund mundësit për t'i mbushur, mjafton që ti përfshini në kuzhinë, të zgjidhni ato të preferuar, atë janë dhe ato të voglat, portobello gjithashtu, disa lloje më të zakonshme, që themin ato të bardha, ato të errëtat. Përmbushja apo përgatimet të tjera. Përmbushja në të mëdhaja. Merrni një vasket, keni mish të grirë në recet, qep, hudhër, krip, piper i zi, kumin mos harroni, rigon, speci kuq pluhur, speci kuq i grirë, salt speci dhe një lugë gjelle gjalp. Në përgjithësi mamat tona janë mësuar me disa erza të zakonshme, krip, piper, energjik, pra këto përzierjet me kripën. Më të zakonshme që janë energjik, piper i zi, piper i kuq dhe rigon. Jo, unë kam dakord me këtë gjë, tashi,
Nuk jam dakord. Do të zgjerojmë pak të horizontin e erzave. Atëherë letrim ne me shprit prej qërpici, që i kishim dikur me caraca, edhe mos shkojmë në pallatet e reja. Kështu është kjo gjë. Dgjoj, në ditët që kanë ardhur, ku ta gjesh një... A unë thalë ato të dibushme, të shi lëri ato. Me gjithë të qelgërvishte, me thënë drejtën. Ja. S'ke mundësi, tha, si del pra dhe rusht, prandaj të duhet... I mbushe me këtë masën e brumit. E shikon që ndoshta nuk do na nxjerrë të gjitha? Ama më zotë saluaj mund që të më duhen gjitha, o zoti ma. Do bëjt pa mundurën që të më dali. Do ndrojmë tavën dhe ja. Në nxjerrë të gjitha kërpuvat? Jo, ja, urdhëro. Urdhëro që na, ja, të gjitha i vendosa. Ja, nga jena ti jotë, ja, urdhëro. E një në mes edhe? Jo, nuk du në mes, këtu, të kjo. Do të vendosim këtë salcën, që mos në thahen. Tani këtë këtu, do t'i bëjmë një kolpo, sepse, pa e mban edhe, ja. E shumë në regull. Këtu, shumë mirë. Do t'i vendosim tani për t'u pjekur. Ja, vendos edhe këtë këtu. Por ndërkohë. Pa i largoj. A t'i laj pak sa duart. Kjo është pamja e parë, derisa të vendoset në furrë për t'u pjekur, e recetës së kërpudhave të tilla në këtë formë me mishin e grirë. Vi këtu. Vendos. Nëse të kisha domate e qershi, nuk do më... është dhe me ëmbël dhe nuk i shkon vendosja e gozhëve të karafilit. Të këshu unë, i vendos të treja këto këtu. Sa të lëshoj një prekje me shkopin e kanelës. Piperin e zi. Të gjitha i largoj. Marë pranë vetes. Tani, me thonë të drejtën... Salcën e holluar, kemi holluar pak sa salcën e domates. Unë do ati bëj, do ati shkoj shies deri në fund, do ati shkoj shies. Shtoj. Pakës pema këtu. Por për t'i dhënë atë shien e veçantë, shikon që unë e kam konsumuar që të gjithën. Me brusketa. Sepse? E preferuar. Ja. Pra, ka disa përdorime kjo përzierja e pemës, si salcë, si bashkuese, do më thënë që ja jep ekstra shije salcave tona, gatimeve të ndryshme, por edhe kështu si që është me avjarin e përgatitur, vendosur në kavanos, qelqi. Gjithë masën e? Me spes të kuq të pjekur, me patlıxhan të pjekur, vaj ulliri dhe padyshim për një avjar që do të përmirësoj ato shijet e brusketave tuaja, qofte dhe duke i bashkuar me fërgesën, me specat të pjekura të tjera ekstra, tek salcat e kuqe, duke e bashkuar dhe duke i përmirësuar shijen sepse ka perime. Dhe ndjehet ajo aroma e gatimit e ngrohtë. Pakës piper, pakës krip, dhe pse shija kryesore është pse ka pjesa e ajvarit i gjitha. Furrën e kemi para ngrohur. Shiko, pra në qofë së të shoja vetëm salcën, ose mund të levëm kështu do ishte pak si e pa plotësuar. Super, pra edhe i zbut. Tani që të dua unë, normalisht, ja, i lëvisto, se sështë se më përshë një punë. Që të lyen nga të gjitha anët. Bukur fort edhe pjesën tjetër. Do t'ullet volumi, pa tjetër, se do të piqen edhe do të mblidhet sasia. O, palace, që mos me ndoni se... Nuk mjaftoj salca, por është e dukura. Kaq. Do duket akoma me bukur edhe kur të piqet, aroma do të jenë të forta, shpërthyse dhe shumë provokuese. Direkte në furrë. Për mesazhin promocional nga Prostatol dhe rikthehemi me recetën e dytë. E kulaçit. E kulaçin. Tani Albana, unë po sjell tavën, se kulaçin e kam me merak dhe do ta lë këtu të piqet. Ndërsa tava sigurisht ka nevojë për më tepër për të qëndruar.
por ne si në fund të minutazhit që jemi, duhet ta tregojmë deri diku e të jemi transparent me zonjat tona. Kjo është receta e kërpudhave të mbushura me qofte, gozhdët e karafilit e domatja dhe shkopi kanellës i kanë dhënë një aromë fantastike salcës. Si që thamë në fillim kër e vendosëm tavën në furr, salca ishte diku shumë poshtë kërpudhave dhe qofteve, por ato duke u pjekur, duke u zvogëluar edhe për masat e tyre, çka do të thotë se do të mbulohen me salcë. Do të qëndrojnë të buta e të shishme. Ja edhe një panoramim i sallatës, edhe të lumshin duart. Faleminderit. Edhe kulaçin do ta gjejnë patjetër në rrjetet sociale, në fotot për çdo recetë, duken shumë mirë, shumë të bukura. Edhe një ta lezet kur i shijon syri dhe pastaj edhe shqisat e tjera tona, nuhatja, shija e merat. Të lumshin duart, shihemi pas pak, pas fleshit informativ do të jemi me Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Ju pres.